Nisë gjyqi ndaj Ilir Metës, ish presidenti shfaqjet i transformuar në kafazin e xhamit dhe përshëndet me dy gishta lart në seancë dhe Monika Kryemavi. Identifikohen 3 autorët e vrasjes së bashkëshortëve Kreshnike Gentiana Mujeci në Balltren të Lezhës, motivi akmarrja për një krim të ndodhur 10 vjet më parë. Rama mbledh qeverinë dhe grupin parlamentar në fokus antarësimi në Bashkimin Evropian. Berisha akuzon kryeministrin se ka bllokuar integrimin e vendit. Shtohen ethet e garës mes konkurrentëve në fermën VIP, një prej tyre mbyll sot përfundimisht rrugtimin. Voda e publikut vendos se kush do të largohet. Përshëndetje, jemi në edicionin informativ në televizionin kombëtar Vision Plus. Ilir Meta është shfaqur sot në kafazin e Qelqit në gjykatë në e posaçme ku nisi procesi në themel ndaj tij dhe ish bashkëshortes Monika Kryemavi. Ata akuzohen për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë. Meta ngriti pretendimet për një proces politik ndaj tij, ndërkohë që kërkesa për transmetim drejt për drejt të seancës u rrëzua. Me këto fjalë, ish presidenti Ilir Meta, në duke e tjetërsuar fizikisht, u përball me tokat e zeza të gjykatës së posaçme për herë të parë në nisje të procesit ndaj tij në themel brenda kafazit të Qelqit. Duke bërë shqiponjën dy krenare me duar, ish kreu i shtetit nuk ngurroi të hedhë akuzë ndaj magjistratëve në sallë. E bashkëpandehur me njeriu që ka mbajtur funksionet më të larta politike në vend, është ish gruaja e tij Monika Kryemavi, edhe pse dyshohet për të njëjtat vepra penale, ajo gëzon lirinë, ndërsa këtë të hënë, çifti i dikurshëm politik u bë bashk kundër prokurorit Sotir Klapi, që i ka vendosur në akuzë për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje mos deklarim të ardhurash me dosjet çesdia, lobingun dhe faturat mjekësore. Jashtë procesit gjyqësor, Kryemavi u tregua e ashpër, duke e quajtur procesin një përrall të montuar. Kërkuam nga gjyqtarja që përveç se të kishim gjithë ekspertimin e telefonit, sepse çdo gjë është e ndërtuar si një fabul, pra po themi, për të krijuar një perceptim, për të krijuar një iluzion optik dhe mendimi në aspektin e mesazheve të caktuara telefonike. Seancë paraprake, gjyqtarja kishte vendosur që prokuroria të më pajiste me këtë material, pra me ekspertimin e gjithë telefonit tim, ku bëhet fjalë për gjithë bisedat e mia, jo vetëm mesazhet të selektuara që organi akuzës ka nxjerrë në akuzë, po për të pasur të gjithë rrjedhojen e mendimit dhe logjikën e mendimit të bashkëbisedimeve të mia. Avokati Kujtim Cakrani u shprehi i irrituar për vendimin e gjykatës që ndaloi transmetimin drejt për drejt të seancës gjyqësore, një kërkesë e vazhdueshme nga Ilir Meta. Fakti që kjo gjykatë nuk merr vendim ta japi ta shfaqë gjyqin online, vërteton dhe një herë që kjo ka frikë nga provat. Jashtë gjykatës së posaçme u pan 10 mbështetës të Partisë së Lirisë. Ndërkohë, seanca e kësaj të hëne nuk mundi të zhvillohej për shkak të mungesës së Fatime Kryemavit, po ashtu e pandehur në proces. Gjykata e posaçme i rrëzon kërkesën kryebashkiakut Erion Veliaj që seanca gjyqësore ndaj tij të transmetohet drejt për drejt. Prokurori i çështjes Altin Dumani shprehu qëndrimin pro pjesërisht. Ne si organ akuze se kemi problem, por mund të shqetësoj procesin. Çështjet penale ku ka dëshmitar, aq më tepër bashkëpunëtor drejtësie nuk lejohet transmetimi live. Nuk ndodh kjo as në rajon, as në Europë, as në gjyqet federale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mund të lejohen kamerat për disa pamje filmike, por dëshmitarët dhe bashkëpunëtorët nuk mund të ekspozohen, tha Dumani. Avokati Veliaj Perent Ndreca kërkoi skanimin e fashikujve hetimor dhe që kryebashkiaku mos të mbahet në kafaz gjatë gjykimit. Ndërsa Orzado, prokurori tjetër i dosjes lidhur me kërkesat e avokatëve që Veliaj mos të mbahet në kafaz, u shpreh: "Nuk besojmë se përbën problem. S'është kafaz, por një xham ka edhe një të çarë aty që mund të komunikohet. Kushtet e gjykatës së posaçme janë shumë të mira si hotel me 5 yje." Për këtë deklaratë atij u tërhoq vëmendja nga gjykata.
Policia e Lezhës identifikoi dhe shpalli në kërkim 3 autorë të dyshuar të atentatit në Lezhë ku humbi jetën kreshnik Mujeci dhe bashkëshortja e tij. Krimi i tronditës kishte motiv akmarrjen për një vrasje të kryer 10 vjet më parë. 3 persona janë shpallur në kërkim nga policia si autor të dyshuar të ekzekutimit të Kreshnik dhe Gentiana Mujecit pas ditën e së dielës në Balldre të Lezhës. Pasi janë këqyrur disa pamje filmike nga vendngjarja, policia ka shpallur në kërkim Renato Mhillaj, 23 vjeç, Florin Mhillaj, 36 vjeç dhe Adriano Mhillaj, 22 vjeç. Hetimet kanë vijuar me këqyrjen dhe administrimin e të gjitha pamjeve filmike, mbi itinerarin e lëvizjes së viktimave dhe autorëve, analizimin e çdo prove materiale dhe si rezultat është identifikuar njëri prej automjetëve të përdorur nga autorët i markës Audi A4. Nga dinamika e ngjarjes rezulton se automjeti i markës Audi ka mbajtur në vëzhgim lëvizjet e shtetasit KM. Dhe më pas një automjet tjetër i tipit Volkswagen, pa targa. Dyshohet se ka prer rrugën makinës ku udhëtonte shtetasi i Kreshnik Mujeci, së bashku me bashkëshorten dhe personat që ishin në automjet kanë qelluar me breshëri armësh në drejtim të automjetit të tij. Policia ka konfirmuar se shkaki i ekzekutimit të çiftit që la pas 4 fëmijë është hakmarrja për vrasjen e Gens Mhillajt në vitin 2016. Nga veprimet e mëtejshme hetimore, dyshohet se vrasja ka ndodhur për arsye hakmarrje. Për sa i përket autorëve, pas identifikimit të tyre, nga ana e strukturave policore janë ushtruar kontrolle në disa banesa dhe ambiente të tjera, por nuk është bërë e mundur gjetja e tyre. 3 autorët, djali Gens Mhillajt Renato, nipi i tij Florini dhe Adriano një i afërm, dyshohet se organizuan sulmin për të marrë hak ndaj Kreshnik Mujecit, pikërisht për vrasjen e tij të 10 viteve më parë. Kreshnik Mujeci ishte hetuar për ekzekutimin e Gens Mhillajt në malin e Jushit në Shkodër dhe një vit pas ngjarjes ai dhe vllai i tij Lin Mujeci u arrestuan si të dyshuar. Krimi në atë kohë ndodhi pas një konflikti për motive të dobta, por në vitin 2018 gjykata e shkallës së parë në Shkodër i shpalli të pafajshëm të dy, ndërsa një vit më pas edhe apeli la në fuqi këtë vendim. Çështja u rikthye për rigjykim nga gjykata e lartë në tetor të vitit 2024. Në raportimin e parë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kreu i SPAK ka deklaruar se është rritur goditja e rasteve të korrupsionit. Sipas Klodian Braus, viti i kaluar ka shënuar një rënje të lehtë të masave të sigurisë me burg. Retorikat politike nuk përbëjnë kërcënim, janë thjesht retorik. Kështu shpreh kreu i SPAK Klodian Braho në raportimin e tij të parë vjetor përballë qeverisë së prokurorëve. I pyetur nëse ka ndjer presion nga politika, nga antarja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Arta Mandro, ai u përgjigj. Është shqetësuese nëse kjo retorik do shënohet me një situatë të ndryshimeve ligjore që mund të synojnë kompetencat apo pavarësinë e institucionit. Konstatoj që nuk ka në një situatë të tillë retorika, edhe pse në një rast nuk është problematike në mënyrë direkte, por zgjon dhe mund të shërbejë si shkak për të rritur agresivitetin ndaj SPAK-ut nga krimi organizuar. Sepse krijohet perceptimi që ky institucion është tashmë i pambrojtur dhe sigurisht mund të lini mendime të tjera nga personat e përfshirë në këtë fenomen. Braho konfirmoi se hetimet për korrupsionin janë rritur, ndërsa theksoi se puna e hetuesve është shtrirë të funksionarët vendor dhe administrativ, prokuror, gjyqtar dhe punonjës policie. SPAK ka shënuar një rritje për rreth 18% të çështjeve të reja për korrupsion nga 186 në 220 dhe rreth 12% nga 189 në 156 të çështjeve të përfunduara krahasuar me një vit më parë. Nga 30 zyrtarë dhe ish zyrtarë në hetim gjatë vitit 2025, rreth 50% e tyre, numri 18 janë dërguar në gjykatë me kërkesë për gjykim. Rreth 10 prej tyre janë dënuar me vendim të formës së prerë, duke treguar qëndrueshmëri dhe efektivitet në ndjekjen e nivelet më të larta të administratës publike. Krahasuar me vitin 2024, masa shtrënguese arrest me burg ka pësuar rënje sipas kreut të SPAK. Klodian Braho adresoi edhe një herë sfidën e mungesës së një kornize të qartë ligjore për statusin e magjistratit të posaçëm me mbylljen e mandatit kushtetues. Në takimin mes grupit parlamentar socialist dhe qeverisë, drejtuesit politik të qarqeve raportuan me detaj për turin punë të Shqipërisë. Po ashtu në fokus ishte edhe procesi i negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama e nisi javën me një mbledhje të zgjeruar me grupin e deputetëve të Partisë Socialiste si dhe kabinetin qeveritar.
Takimi i zhvilluar në Pallatin e Brigadave kishte në fokus turin punën për Shqipërinë, si dhe procesin e integrimit. Për rreth 2 orë, drejtuesit e qarqeve raportuan mbi çështjet dhe problematikat e dhëna nga qytetarët në zonat e tyre përkatëse, si dhe për diskutimet që kanë patur me mbështetësit e Partisë Socialiste. Më tej, mbledhja u fokusua tek procesi i integrimit. Kryenegociatorja Majlinda Dhuka së bashku me ministrin e jashtëm Ferit Hoxha dhanë detaje sa i përket ecurisë së negociatave të antarësimit në Union. Porosia kryesore ishte miratimi i ligjeve që janë në përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Gjithashtu gjatë mbledhjes u raportua dhe mbi detyrat e lëna nga mbledhja e mëparshme dhe ecurinë e zbatimit të tyre. Deputetët trajtuan dhe organizimin e aktiviteteve në kuadër të Majtë të Europës, si dhe përgatitjen për 35 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste, duke theksuar rëndësinë e këtyre momenteve për jetën politike dhe institucionale të vendit. Kryeministri Edi Rama ishte i fundit që mbajti fjalën, e cila zgjati rreth 1 orë. Mbledhjet e zgjeruara mes grupit parlamentar dhe qeverisë tashmë po zhvillohen rregullisht çdo muaj dhe ato shqyrtojnë progresin e shënuar në nisma të ndryshme të mazhorancës, e veçanërisht ecurinë e integrimit evropian. Lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi se Edi Rama është pengesë kryesore për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike hodhi poshtë akuzat e kryeministrit sipas të cilit opozita lopon kundër antarësimit të Shqipërisë në Union. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po dëmton procesin e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Pas një takimi me Christian Fornek, këshilltar për politikën e jashtme pranë grupit parlamentar të CDU-CSU në Bundestagin gjerman, Berisha përsëriti bindjen se procesi i integrimit në BE duhet jetë një proces i bazuar në merit. Duhet jetë një proces i bazuar në merit, çka ekzistojnë të gjitha mundësitë, por jo me Edi Ramën. Edi Rama është garant dhe udhëheqës kryesor i klaneve të drogës në Shqipëri. Kryetari PD-s Berisha ju kundërpërgjigjet e kryeministrit Edi Rama dhe deklaratave të tij se opozita po dëmton imazhin e vendit. Nacionalizmi i mafjes është strofulla e mafiozëve dhe s'ka asgjë të përbashkët me interesat patriotike atdhetare të qytetarëve. Sipas tyre, ne duhet vazhdojmë të kryesojmë, të jemi vendi i parë në eksport e kanabisit, të jemi vendi kryesor në transportin e kokainës nga Amerika Latine në Europë, dhe këto duhet t'i fshehim, këto nuk duhet t'i themi, në kohë kur këto ne i mësojmë nga bota, janë të gjitha agjensitë e huaja. Berisha sqaroi gazetarët se me këshilltarin e grupit parlamentar të CDU-CSU bisedoi për problemin e standardeve zgjedhore në Shqipëri, si dhe njohu atë me kërkesën e opozitës për krijimin e një qeverie teknike që të çojë vendin drejt zgjedhjeve të reja. Boga dhe Thethi do të jenë sërish në sitën e IKMT-s që ka zbritur këtë të hënë në 2 zona turistike për prishjen e ndërtimeve pa leje. Aksioni prek ndërtimet bëra kohë e fundi ku sipas IKMT-s janë në total 5 objekte në të 2 fshatrat. Megjithatë, lista mund të zgjerohet pasi paralelisht po kryhet një verifikim i plot i territorit. Kjo pasi shtëpitë alpine për pritjen e turistëve janë shtuar ndjeshëm këto muaj në zonë. Aksioni po përsëritet ngjashëm me atë të një viti më parë ku u ndërmorën në mes të sezonit turistik, që u kundërshtua me forcë nga banorët dhe pronarët e bujtinave. Një aksion i ngjashëm parashikohet të ndërmerret edhe në lumin e Shalës dhe në Koman. Zhvillimi i turizmit në Korçë ka bërë që pronarët e shtëpive të vjetra t'i kthejnë ato në bujtina. Disa nga shtëpitë karakteristike janë nënshtruar restaurimit duke ruajtur elementet tradicionale. Kjo është një dritare më shumë se 100 vjeçare dhe ne i hasim shpesh në ndërtesat e vjetra në qytetin e Korçës dhe jo vetëm, pothuajse në të gjithë Juglindjen. Në Korçë, vitet e fundit është rritur ndjeshëm interesi për restaurimin e banesave mbi 100 vjeçare. Shumë prej tyre po kthehen në bujtina për turistë vendas dhe të huaj, ndërsa një pjesë tjetër vazhdojnë të përdoren si banesa familjare. Gjatë restaurimit, pronarët kujdesen të ruajnë elementet origjinal të ndërtimit, si portat të dyert dhe dritaret prej druri.
Ëngjëll Bregu, restaurator i punimeve të Drurit, shprehet se vitet e fundit është rritur ndjeshëm kërkesa për restaurimin e elementeve tradicional. Për të restauruar do nuk është as pak e lehtë, po duhet dëshira e pronarit edhe aftësia e mjeshtrit që të arrijë të realizojë restaurimin në gjendje perfekte. Kur tha dëshira e pronarit, keni parasysh koston? Jo, vetëm dëshira për të ruajtur atë autenticitetin me mobiljeve të shtëpisë, do që ta ruaj shtëpinë e vjetër siç ka qenë. Ai shton se këto restaurime kërkojnë kohë dhe përkushtim për shkak të teknikave të veçanta që përdoren. Te kjo dera, kjo këtu për shkakun, se këto janë të lëra me bojë dhe këto kanë gjithmonë surpriza brenda, nuk e di çfarë të dalën. Te kjo pjesa anësore do hiqet fare dhe do restaurohet, do bëhet e re. Edhe bazat poshtë në përgjithësi do të ndrohen. Pjesa e kornizave do qëndroj siç është, ka edhe është një derë aty mbrapa, edhe ajo është e dëmtuar pjesa poshtme, po kornizën që kemi do t'i vëmë kornizën origjinale, që të mbajmë sa më shumë elemente nga ato origjinale. Vetëm në vitet e fundit në qytetin e Korçës janë dhënë mbi 150 leje ndërtimi për restaurimin e banesave të vjetra, duke ruajtur elementet origjinal të ndërtimit dhe duke kontribuar në zhvillimin e turizmit kulturor. Një muaj nga nisja e spektaklit më të ndjekur, në fermën e vipave ethat e garës janë bërë më të forta. Sot në mbrëmje do të mësohet se kush do të mbyll përfundimisht rrugtimin. Publiku ka në dorë fatin e 2 konkurrentëve që janë në televotim. Ka kaluar plot një muaj nga momenti kur yjet e njohur të ekranit nisën bashkëtesën në fermë, në një format që prej ditës së parë ka sjell emocione, tensione dhe surpriza të shumta për publikun. Sot, pas 4 javësh, konkurrentët ndodhen në një pikë thesë të lojës, ku gara, strategjit dhe emocionet janë më të forta se kurrë. Çdo veprim, fjalë apo vendim mund të ndikojë në fatin e tyre brenda fermës. Reality show që transmetohet 24 orë në 7 ditë të javës ka sjellë situata që kanë lëkundur raportet mes vipave dhe kanë zbuluar më shumë për karakteret e tyre të vërteta. Sfida e së premtes mes Mosës, DJ Bujakës dhe Ervinit ka sjellë jo pak tension gjatë kësaj fundjave. Konkurrentët tashmë janë fokusuar në qëllimin final, fitimin e çmimit të madh. Por gara nuk I ka penguar as pak që të shijojnë çdo ditë të qëndrimit të tyre në fermë. Ferma VIP ka ofruar jo vetëm argëtim, por edhe reflektim mbi jetën pa teknologji, me punët e përditshme fizike dhe në kushte larg komoditetit. Publiku do të votojë sërish për fermerin që do të ndërpresë garën. Një televotim ky I hapur prej së premtes mes DJ Bujakës dhe Ervinit, ku sonte njëri prej tyre largohet për gjithmonë. Të gjitha zhvillimet e fundit do të marrin vëmendje në spektaklin e sotëm, që nis live në orën 21 në ekranin e Vision Plus, në 2 kanalet të dedikuara Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2, si dhe në live stream në YouTube. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.